Te më është vdekja dhe kamati, çka nëse vdes me kamat, duke punu me kamat? Ajo është që po tentoj me tregu, do të vërejtje e madhe për secilin besimtar i cili ka marrë kredi bankare me kamat, me mendim se ai ka me pas ymër për me kthy edhe mu la e pastaj mu pendu, i themi na ti s'ki garant që kemi jetu gjatë për me kthy, nëse vdes në atë gjendje, kemi shku te Allah me një mëkat të madh. Mëkat i cili nëse nuk pendohet njeriu nuk ta falë Allahu, por ka me ndëshku për të. Ndëshkimi për kamatën, domethënë është shumë i madh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka treguar në shumë hadithe, do thotë se 1 dinar kamat është më e rëndë te Allahu i madhëshëm se me 10 zinaja. Me 10 zinaja, tash nuk do t'i përmendi gjithë argumentet fetare, sepse ka argumente fetare që janë shumë të trishtueshme, të cilat do thotë ja tërheqin vërejtjen e secilit njeri edhe më dobtit në aspektin imanor, që me kon shumë sinqert dhe shumë i vëmendshëm, edhe me i rit shumë, me i ndejt shumë larg kamatës, sepse dami, dënimi, gjunaja është shumë i madh te Allahu subhanahu wa taala. Mjafton ajo që thot Allahu i madhëshëm për kamatën, la yakumu illa kama yakumu alladhi yatakhattabu shaytanu min al-mas. Njeriu i cili zhytet në kamat nuk lëviz, nuk çohet në kam, përveç se si ai i prekur i prej gjindëve. Domethënë e humb stabilitetin psikofizik të vetin. Edhe kjo është më së vërtet, edhe kjo shihet vazhdimisht. E tash dikush ka mësim thonë po jo besimtar. Kjo nuk vlen për jo besimtar. Po, jo mos na dëgjoni. Janë për muslimanët. Në qartë. Domethënë tash ata dalin edhe tash fillojnë me folë jo, po sistemi bankar, ekonomia botnore, na i themi për besimtarët muslimanë, ata që besojnë Allahun e Madhërisëm, besojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si vula pejgamberëve, besojnë Kur'anin si libër të shenjtë dhe i ndjekin udhëzimet e Islamit. Për ata jemi të fol. Tash mediat mundson me ndëgjuar edhe një jo musliman, themi kjo s'vlen për jo musliman. Ju vazhdoni. Ju bëni çka doni në fundit, ju keni më dhënë llogari për besimin dhe mosbesimin tuaj. Pastaj normalisht edhe për të mëkate të tjera, ama esenca e komunikimit me jo muslimanët është besimi në Allahun e Madhërisëm, monoteizmin edhe vula e pejgamberit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe Kur'ani si libër i shenjtë dhe ringjallja si ditë si pjesë e besimit. Kurse na tash jemi të folur për muslimanët. Një musliman i cili vdes duke qenë borxhli në bank, kredis me kamat, le t'ja mendojë mirë se gjendja e tij ka më qenë shumë e keqe para Allahut. Do thotë nuk mundet me ndihmue as hoxha që bën duat e vori i tij, as që ja kënon tallkinin për mi dhe çfarë do lloj domethënë sadakaje që kanë më dhënë pasardhësit e tij, s'ka më ndihmue përballë këtij gjunaj që e ka bë dhe llogaria ka më qenë e rëndë dhe ai ka më qenë vet as pasurinë që e ka thënë si sadaka dhe zeqat s'ka mundësi me ndihmu për me shpëtu nga ky borxh i madh që ka karshi Allahu, si këtë mëkat të madh që ka bë, pa u dënu, pa u ndeshku prej këtij mëkati, e s'ka më shpëtu. Allah na ruaj inshallah.